Dy bebet vogla janë në barkun e nënës dhe po bisedojnë. E para pyet të dytën. A mendon se ka jetë mbas lindjes? Jo, përgjigjet bebja e dytë. Nuk ka jetë mbas lindjes. Gjithçka përfundon me lindjen. Ne jemi ngrohtë këtu, po rritemi, po ushqehemi, po deri këtu. Pas lindjes nuk ka më asgjë. Plus që kërthiza nuk është shumë e gjatë që ne mund të largohemi që këtej. Po, ndoshta gjëra do t'jenë ndryshe mbas lindjes, përgjigjet bebja e parë. Ndoshta ne mund të ham edhe të pim me gojë, ndoshta ne mund të ecim me këmbë, të lëvizim. Kjo është një marrëzi, përgjigjet sërish bebja e dytë. Kërthiza nuk është aq e gjatë sa ne të mund të largohemi, të ecim. E vetmja mënyrë shkencore që bebet ushqehen është përmes kërthizës. Po sidoqoftë, kur të lindim, ne do takojmë mamin, përgjigjet bebja e parë. Mamin? Po kush është mami? Po mami është ekzistenca jonë, është kjo që na rrethon. Jo, përgjigjet e dyta. Unë nuk shoh mami. Edhe përderisa nuk shoh një mami, nuk ekziston një mami. Po, por nëse qëndroni qetë edhe në heshtje, mund ta dëgjosh zërin e saj. Unë mundem. Edhe e ndjej që mami na rrethon. Edhe e di që kur ne të lindim, në çfarëdo lloj rasti, mami do të na marrë në krah.